Seanca e tretë e Kuvendit Komunal të Ulqinit e mbajtur me 28 korrik të vitit 2026 u shndërrua në një nga mbledhjet më të gjata dhe më të tensionuara të mandatit aktual. E nisur në orët e paraditës dhe vazhduar deri në mbrëmje me diskutimet që vijuan edhe ditën pasuese. Seanca u karakterizua nga debate të forta ndërmjet pozitës edhe opozitës, por në fund solli miratimin në një sër vendimesh që do të kenë ndikim në zhvillimin ekonomik, urbanistik dhe mjedisor të komunës. Në rend dite ishin përfshirë mbi 15 pika, duke filluar nga raporti financiar i komunës për vitin 2025, ndryshimet në tatimin mbi pronën dhe tarifat për pajisjet e tokës ndërtimore deri te statusi i kripores së Ulqinit. Mbrojtja e plazhit të madh, organizimi i festivalit Exit to Montenegro, parkimet publike dhe dhënia me qira tokave bujqësore. Pikërisht kjo ngarkesë e madhe e rendit të ditës bëri që mbledhja të zgjaste më shumë se 10 orë. Një nga debatet më të ashpra u zhvillua rreth ndryshimeve në tarifat për pajisjen komunale të tokës ndërtimore. Kryetari i komunës Genci Nimanbegu mbrojti propozimin, duke argumentuar se rritja e tarifave është e domosdoshme për të siguruar financimin e projekteve infrastrukturore, sidomos ndërtimin e rrjetit të kanalizimit dhe rrugëve në zonat që po zhvillohen. Në këtë vendim nuk ka asnjë favorizim. Ai mbështetet në dokumentacionin ligjor dhe është i domosdoshëm për zhvillimin e mëtejshëm të infrastrukturës komunale, deklaroi Nimanbegu gjatë debatit. Megjithatë, opozita e cilësoi vendimin si një barrë shtesë për qytetarët dhe investitorët, duke kërkuar më shumë transparencë mbi mënyrën se si do të shpenzohen të ardhurat shtesë. Pa që diskutime ngjalli dhe prezantimi i rezultateve të festivalit Exit to Montenegro, drejtori i organizatës turistike të Ulqinit, Qazim Hoxha, vlerësoi se festivali ka prodhuar përfitime të konsiderueshme ekonomike për qytetin. Sipas analizave tona, festivali u ndoq nga rreth 35 deri në 40.000 vizitorë dhe gjeneroi midis 5 deri në 6 milion euro të ardhura direkte për bizneset lokale dhe sektorin e akomodimit. Përveç kësaj, promovimi mediatik ishte jashtëzakonshëm me mbi 60 media dhe rreth 40 milion shikime në platformat digjitale, tha Hoxha. Megjithatë, dhe kjo pikë nuk kaloi pa kritika. Një pjesë e këshilltarëve kërkuan analiza më të detajuara mbi kostot reale të organizimit dhe ndikimin afatgjat të festivalit në ekonominë lokale, duke theksuar se investimet publike duhet të maten jo vetëm me shifra promovuese, por edhe me përfitime konkrete për komunitetin. Ndër vendimet më të rëndësishme të miratuara ishte ai për dhënien e pëlqimit ndaj statutit dhe planit të menaxhimit të parkut të natyrës Kriporia Ulqinit. Për herë të parë u krijua baza institucionale që kjo zonë mbrojtur të menaxhohet nga një shoqëri e përbashkët e komunës së Ulqinit dhe qeverisë së Malit të Zi. Dokumenti i menaxhimit parashë ruajtjen e biodiversitetit, zhvillimin e ekoturizmit, kërkimeve shkencore dhe vëzhgimit të shpendëve, duke e kthyer Kriporën në një nga projektet më të rëndësishme të mbrojtjes së natyrës në vend. Pashtu Kuvendi miratoi rishikimin e vendimit për monumentin e natyrës Plazhi i Madh, duke konfirmuar mbrojtjen e 709 hektarëve dhe duke ndaluar aktivitete që mund të cenojnë ekosistemin, si ndryshimi i destinimit të tokës, shfrytëzimi i rërës, depozitimi i mbeturinave apo ndërtimet e pakontrolluara. Në aspektin ekonomik u miratu edhe ndryshimet në tatim mbi pronën, vendimet për dhënien me qira të tokave bujqësore, si dhe mbështetja financiare për klubin e futbollit Otrant Olimpik. Në tërësi, shumica e qeverisës argumentoi se paketa e vendimeve synon zhvillimin e qëndrueshëm të komunës, ndërsa opozita këmbguli se një pjesë e tyre rrisin barrën financiare për qytetarët. Kryetari i Degës së Urës në Ulqin, Omer Bajraktari, e quajti çmimoren e re të papranueshme, ndërsa këshilltari Arjan Murati njoftoi se grupi i tyre këshilltar do të kërkojë shfuqizimin e vendimit dhe rikthimin e tarifave të mëparshme deri në hartimin e një metodologjie më të drejtë. Ky reagim tregon se klima politike në Ulqin mbetet e tensionuar edhe pas përfundimit të seancës, ndërsa pushteti lokal flet për reforma dhe investime afatgjata. Opozita ngresh qetësimin se qytetarët po përballen me kosto gjithnjë më të larta për shërbimet publike.